Në policinë e shtetit ka një dashuri më të madhe për qend agjencë se sa për policët e thjeshtë. Shuma të mëdha lekësh shkojnë çdo vit për ushqimin e Institutit të Përgatitjes së Qenëve të Policisë. Gjithnjë më pak për policët. Dhe sa më i madh bëhet fondi, aq më i madh është korrupsioni me tenderin. Sidomos tani që tenderat e policisë së shtetit i ka marrë në dorë ministri i ekonomisë Blendi Goxhe. Sipas njoftimit të bërë nga policia e shtetit në Agjencinë e Prokurimit Publik më 24 mars 2026, fondi prokuruar me objekt blerje ushqimi koncentrat për qenë dhe këlysh për Institutin e Përgatitjes së Qenëve të Policisë është mbi 512 milion lek. Bëhet fjalë vetëm për një lloj ushqimi sepse qenë marrin dhe produkte të tjera. Por cila është sasia ushqimi që do furnizohet me këtë fond të madh? Shifra është e fryrë edhe nga mbledhja fondeve për 3 vjetet e ardhshme së bashku. Në këtë tabel shihet se instituti do të marrë në dorëzim brenda 2 muaj 101.417 kg ushqim koncentrat për qenë të rritur dhe 23.740 kg ushqim koncentrat për këlysh. Sipas të dhënave zyrtare të konsultuara nga Najoni, Instituti i Përgatitjes së Qenëve të Policisë së Shtetit ka në organikën e tij mesatarisht 65 deri në 80 qenë që kryejnë kushtet e stërvitjes. Duke llogaritur këtë sasi që blihet për 3 vjet, rezulton për secilin qen mesatarisht 1.6 deri në 2 kg koncentrat në ditë. Nga praktika dhe studimet, një qenë i rritur mund të konsumojë maksimumi për racat e mëdha deri në 600 gram koncentrat në ditë, ndërsa për racat mesatare llogariten në 180 gram deri në 300 gram koncentrat në ditë. Për më tepër racat e vogla dhe këlyshët që nuk konsumojnë më tepër se sa 50 deri në 100 gram në ditë. Ndërkaq zyrtarët e policisë paksojnë çdo vit fondit për ushqimin efektivëve të thjeshtë. Për kategorikun e ushqimit në drejtorinë vendore të policisë Tiranë prokurohet mesatarisht 178 milion lekë në vit. Pra afro 3 herë më pak se sa për Institutin e Përgatitjes së Qenëve. Ky është tenderi me objekt shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për drejtorinë vendore të policisë Tiranë, i zhvilluar në qershor 2022. Sipas tabelës së ushqimit të prokuruar për policët e Tiranës, llogaritet çmimi 630 lekë për një racion. Akoma më pak ushqim porositet për drejtoritë e tjera të policisë dhe komisariatet. Ndërsa ky është tenderi me 2 flamuj të kuq korrupsioni i mbajtur më 26 janar 2025. Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për drejtorinë vendore të policisë Elbasan e ka fondi limit afro 37 milion lekë. Në 3 mars 2025 u zhvillua tenderi për catering për policinë e Sarandës. Sipas këtij dokumenti janë porositur 39 milion lekë ushqime për efektivët. Kurse ky dokument tregon ushqimin e porositur me tenderin e datës 26 shkurt 2026 për njësinë e sigurisë publike Tiranë. Kompania ka përfituar me flamur të kuq fondin afro 77 milion lekë. Nga shembujt e treguar nuk mungon abuzimi, por fondet janë më të vogla se ato që i akordohen Institutit të Përgatitjes së Qenëve. Për biznesmenin e kësaj fushë Albert Metani ka qenë gjithnjë lehtë për të përfituar tenderat, por tashmë fondet janë fryrë dhe fitimi është më i madh. Arlinda Poga, i vartësja veterane e Goxhes, drejton operatorin e blerjeve të përqendruara që ka organizuar tenderin. Për Albert Metanin është eliminuar me njëherë konkurrenca. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Ky është klasifikimi i bërë nga Open Data Albania që është shënuar me flamur të kuq. Kujtojmë se ky është sinjal për riskun e korrupsionit. Tenderi është mbajtur më 19 janar 2026 dhe kanë marrë pjesë 2 operatorë ekonomik. Megjithëse operatori skualifikuar kishte ofertë me 30 milion lekë më pak se sa Albert Metani, kompania e tij është shpallur fituese. Vendimi u bë i njohur më 6 shkurt 2026. Duke llogaritur se nga ky korrupsion do të mbetet shumë ushqim për qenë në Institutin e Përgatitjes, kemi një sugjerim për autoritetet. Le të bëjmë bamirësi duke ja kaluar tepëricën qendrës së strehimit të qenëve në atsakt të Bashkisë Tiranë. Ky institucion prokuron 5 herë më pak se sa instituti, megjithëse e ka kapaciteti për të strehuar 500 qenë.